lexim, unë do t'i nxjerr një klasë më vete. Dhe mësuesin që va aty në kokë, e vë në mënyrë që Edlira është 100% kundër kësaj. Më fal, jo, është 100%. Më fal, por në të diskriminim total. S'është diskriminim. Qysh, po ti do ta mbash të keqin me të mirin që të shofi rushin e të piqet do. Jo ta çosh rushin ti me kallamoçe. Ai mbas e ndihet keq. Si më mbas e ndihet? Se ai ri atje në fund të pagut. E ka mirë ora? Etiketohet i met, etiketohet shpifësire ku diun çfarë i thotë ato plaçin turinj. Dhe më mira i tjetë me të ngjashmit e vetë, dhe mësusja të operoj me ritmin e tyre. Pra vetëm tyra... Ka dalin profesor, se ka në Dira folet Dira, o fol tani, o mos fol më. Tani është shkollë me vagabondëve, po thua ti. Dira është momenti jot ku ti je kundër kësaj. Po për te i kësaj. Po holandez aty ata bash. Thotë është sistemi gjerman, në cilin ka disa nivele edhe shkollash ndryshme, vetëm klasash. Unë personalisht nuk jam dakord me këtë. Unë jam dakord me një sistem në cilin mirëqenia e fëmijës është qendra dhe pastaj vijnë gjithë gjërat e tjera që janë mirëqenia e fëmijës. Jo të mësuarit, jo notat, jo çmendurit, jo vanafi, jo van leshi. Unë kam qenë në një shkollë fillore që nuk ka qenë në Shqipëri, ka qenë në Kub. Dhe në Kub, në shkollën time fillore, unë për aq vite sa isha aty, nuk kam parë asnjëherë të vetme, asnjë mësues që të ngrej zërin fëmijëve, e para, dhe e dyta, kam parë këtë ndjekjen e ritmit, se për shembull në klasën e 3 dhe 4 i kam bërë bashkë. E pan deri në gjysmë klasës 3 që thanë, ky person ecën çik më shpejt. Po mi më Edlira, të lutem, se edhe Kuba komunizëm klasika, siç e kemi. Komunizmin është lidhja. Më dëgjoj mua. Është lidhja se në kohë të xhaxhit na rrinin mësuesit ne? Jo, nuk ka lidhje pra me mbaj mend favoritet unë kështu. Zysha frëngjishtes nga favoritet, e kupton, e mba mend se profesori matematikës, atje ku është në parajs besimi i dashur, e qeni shkëlqyer, domethënë. Mashallah. Ka lidhje me kulturën. Edhe pse nuk pushoheshin nga puna ata, domethënë. Ka lidhje me kulturën se si ti i respekton apo jo fëmijët. Për mendimin tim, fëmia është individi ti mendon se po i respektoj më shumë fëmijët ne kështu në këtë sistem, po i respektoj më shumë. Duke i rrahur, jo, nuk po. Jo, po i respektoj më shumë kështu duke dëshkuar mësuesin. Po ne kemi çbër sistemin e mësuesit më fare. Nuk është fare figura mësuesit. Ornela, mësuesi nuk ka fare respekt kur po kur fëmia rre mësuesin. Jo. Ja këtu më thuaj ti mua. Po kur fëmia rre mësuesin. E rre mësuesin duke e sharre, duke fyre, duke e bërë. Po kur fëmia rre mësuesin. Dashur avokat. Po nuk ka rëndësi kush është rritur. Rritur është sistemi. Sistemi është i rritur. Kryeministri është shumë i rritur. Ata ku janë? Do bëjmë një rregull. Se për një të korruptuar atje Vietnami e mbajnë me zvarr kurse një mësuese e marrin në zilet. Do vendosim me leje. Jo, ajo s'duhet iki vetëm ajo. Me leje do vendosim një rregull loje. Ajo se është e përgjeshme do që të bëjmë si mirë. Do vendosim një rregull loje se mos bini pre Erionit dhe nga fëmijët që ju bën. Se po bijem si mësuesat me nxënësin. Jo, shiko tani. Jo, s'është kjo e vërtet. Jo, libri nuk e duan njerëzit se njerëzit që janë të ditur nuk bëjnë përpara në këtë vend, jo për atë arsye. Po jo